kanë hecur. Në prag të çeljes së sezonit turistik, Ministria e Turizmit po zbaton një plan masash që sipas saj do të krijojnë më shumë kushte në plazhet tona. Në studio e hapur, Ministra Eglantina Gjermeni tha se në fund të muajit ligji i ri për turizmin do të shkojë në parlament, ndërsa ka përfunduar edhe draft strategjia për zhvillimin e qëndrueshëm të këtij sektori. Siguri dhe standarde në plazhe, më shumë plazhe publike, më shumë standarde dhe cilësi shërbimi për gjithë qytetarët shqiptar, më shumë siguri për ta, qoftë në akset rrugore, qoftë edhe për sa i përket në stacionet e plazhit, kulla vrojtimi në 7 plazhe pilot. Por për opozitën, qeveria është pa vizion në lidhje me turizmin. Deputeti Aldo Bunqi tha se situata e krijuar me prishjet e ndërtimeve dhe pasiguria në vend nuk premtojnë rritje të fluksit të turistëve. Ngadalësimi dhe vonesa në investimet publike për të përfunduar rrugët dhe investimet e nisura. Degradimi i rendit dhe prishja e ndërtimeve me leje dhe pa leje dhe mënyra si po bëhen, mendoj që nuk ndihmojnë sezonin e ri turistik. Industria e turizmit kërkon ulje të informalitetit, lehtësim të barrës fiskale dhe transparencë në prishjen e ndërtimeve. Edhe këto vende që aderojnë, pra që bëhen 7-8 me gjithë vendet balltike, kanë bërë politika fiskale, kanë të vëshën 90%. Rajoni e ka 9-7%. Ne kemi kërkuar vetëm t'i afrohemi në mënyrë që paketa shqiptare të jetë e konkurrueshme me rajonin. Ne si industri kërkojmë që të paktën kriteret e këtyre prishjeve të jenë të qarta dhe të ketë një barazi për gjithë. Të transparente dhe të ketë një barazi për gjithë. Lidhur me reduktimin e TVSH-s për hotelet nga 20 në 10%, Ministria e Turizmit tha se ky është një premtim që do të mbahet nga qeveria për gjatë këtij mandati 4 vjeçar. Vërtet strategjia të jetë 2014-2020, një strategji e konsiderojmë afatmes